Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 23, ditë e njëjte, një ditë që favorizon të guximshmit. Po mirë, si të guximshit, se ka një kuptim kjo. Ka një kuptim për shumë arsye. Por të guximshit sepse Dielli në Luan formon një katërkëndësh me ndikimin e një planeti në dëm, një kënd që mund të prek disa plak të vjetra. Me që se lidhet me vetë vlerësimin, sigurinë materiale, dashurinë, krenarin, talentin, paran, ndjesin, se a jemi apo jo të vlerësuar. Kjo do thotë se Dielli në Luan kërkon të shkëlqej, të marrë dashuri, vëmendje dhe respekt. Ndikimi që ka të bëjnë në fakt ky ndikim planetar në dëm që prek plagën e vlerës, sigurisë dhe jo vetëm, po sjell ndjeshmëri në marrëdhënie dhe imazhe në mënyrë se si të kërkojmë neve. Ndikojnë më shumë Luanët, Demi, Akrepi dhe Ujorit e 10 ditë të parë, ose ata që kanë ascendente apo planete personale pranë këtyre shenjave. Për Luanën mund të prek identitetin, nevojën për vëmendje. Për Demët vlerësimin, paran, sigurinë dhe jo vetëm. Për Akrepët marrëdhënie në çështjet e besimit. Për Ujorit marrëdhëniet, familjen ose një përballje në mënyrë se si shprehen ndjenjat. Kjo nuk është dita që do të themi që çfarë mund të bëjmë, si mund të rregullojmë, por vërtetojmë që njerëzit çfarë duan dhe çfarë duan neve të bëjmë që të realizojmë gjërat ashtu siç na duhet dhe neve e kërkojmë. Në lidhje me ndikimet që kanë të bëjnë tani, është një mundësi që lidhet shumë me kujdesin që ka të bëjnë me karrierën që mund të ketë ndjesi se nuk vlerësohen mjaftueshëm, por mos reagoni me impulsivitet. Përdorni ditën për të parë çfarë doni dhe si do të realizoni gjërat. Këshilli i ditës është mos kërkoni nga jashtë ato që duhet ta filloni ta ndërtoni nga brenda. Vlera juaj nuk matet nga vëmendja që merrni në një ditë të vështirë, por matet në kohë dhe në vazhdimsi. Tani, para se të fillojmë me parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashikimin e detajuar, atëherë mund të klikoni në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për të arritur në atë që juve doni dhe kërkoni. Megjithatë, është një mundësi mjaft e mirë, është një mundësi që nuk diskutohet, që stabilizon, rrezaton në gjërat që juve keni, në gjërat që juve dëshironi të stabilizoni ekonominë tuaj, stabilizoni gjërat që juve keni pasur ose një diçka që me vështirësi keni bërë gjërat, por vjen një moment tani, nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në shumë drejtime dhe në shumë çështje që lidhet me punën dhe ekonominë, stabilizimin dhe ndryshimin e madh.